Këtu nga vaj e keni parë vetë se që të bën vajtja të shpia Mulligjiut për Inat Vjerës. Keni pa vetë. Keni përvu sepse bëm një rezultat të jashtëzakonshëm, morëm Bashkinë e Kavajës, ndryshuam Kavajën për hir vërtetës, e ndryshuam Kavajën se ishte xhep falco që kishte asgjë përveç plurit, farëve të kungullit, edhe njerëzve që bënin si bënin për të mbijetu, po as ujë, as drita, as hiç, as. Edhe ishin ato dy gishtat atje ke shesh. Unë, kur ka marrë në Kavaj për herë të parë, sekretari i Partisë Socialiste, nuk bënim dot takimin, se na dolën atje ke kinemaja, edhe nuk na lejnë me hyrë në kinema. Edhe kur hyrëm kinema, kishte më shumë karrige bosh se ç'kishte njerëz në karrige. Kjo ishte Partia Socialiste. Këtu ndodhte që në një kuti, në një qendër votimi, mos merrshë votat as të anëtarëve të komisionit. Sepse presioni ishte i madh, pensionistat e as mezi lejnë me votu, etj, gjëra të tlash. Këtu ka ndodhur gjitha. Tani kjo që ka ndryshuar edhe është si ëndër, po tani unë kam kohë që e shoh të ëndër që Partia Socialiste të Kavajës ka grasa, çka dhe burra pothuajse. Dhe kjo është gjë shumë e madhe. Ama duhet me nxjerrë rezultate.